Eliona Binaka i viziton varrin e nënës dhe motrës pas daljes nga Big Brother VIP Kosova 4. Ja dedikimi prekës i saj. Finalistja e dytë e BBVK 4, Eliona Binakaj, ka prekur ndjekësit me veprimin e saj të fundit pas përfundimit të aventurës në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Menjëherë pas daljes nga formati, ajo ka vizituar varrin e nënës dhe motrës së saj, duke ndarë momentin emocional përmes një postimi në Instastory. Shpresoj që nga lart po më shihni dhe jam duke ju bërë krenare. Çdo sukses është për ju. Ju dua për jetë, mami dhe motra ime, ka shkruar Eliona, duke shoqëruar fjalët me një dedikim prekës. Kujtojmë se gjatë qëndrimit në shtëpi, Eliona kishte bërë një rrëfim rënqethës, ku tregoi se nënën dhe motrën i kishte humbur në një aksident trafiku.